Me një panel të përzgjedhur nga media, politika dhe sporti, si Linda Doda, Gjevdeta Muli, Jetmir Podgorica, emisioni rallës Emocionet e Botërorit 2026, i transmetuar mbrëmjen e sot dielës në ekranin e RTS Shkodra, analizoi në hollësi e curinë e skuadrave konkurruese në këtë botëror, ndërkohë që duke u ndalur te dy praksfidat gjysmëfinale France-Spanjë dhe Angli-Argentinë, votat më të shumta si favorite kryesore për titull i mori kombëtarja Francës. Në finale do dalë Franca dhe Anglia dhe pastaj do fitoj Anglia, dhe nëse fiton do më ftosh në emisionin final. Patjetër. Tu unis tek ekipet e mëdha si Gjermania, si Brazili, superfuqiet e botës në këtë sport, njëkohësisht edhe Hollanda mas tyne, u dorëzuan për para disa ekipeve, jo me këtë emër, u dorëzuan për para disa ekipeve të vogla. Ne nuk kena mësuar me po një karton të verdh mes fush për simulim. Por situata ashtu, duke bën simulimin e marr lojtari kundërshtar kartonin e verdh dhe mund të jetë kartoni i dytë i verdh për lojtarin kundërshtar dhe e xher në mënyrë po drejt nga loja. Ashtu si edhe në emisionet e mëparshme, në pjesën e fundit të emisionit kishte vend për vllaznin, ku të pranishmit në studio u shprehen optimist për kalimin me sukses të sfidës së dytë ndaj Marishevës dhe kualifikimin e kuqe bluve në turin e dytë të Conference League.